Pas incidenteve në Kret dhe ndërhyrje së prokurorit të gjykatës së lartë, i cili kërkoi që prokurorët të ndërhyjnë për të konfirmuar vepra të tilla si pengimi i transportit, dhuna ndaj punonjësve dhe shkaktimi i dëmeve, fermerët vazhdojnë mobilizimet e tyre duke pushtuar portet, duke filluar nga Volosi. Mëngjesin e sotëm Protothema.gr shkruan se fermerët mbërritën me traktor nga blokadat e Thesalis në portin e mallrave të Volosit, si dhe në zyrën doganore. Gjithashtu peshkatarët e Volosit do të bllokojnë portin edhe nga deti. Policia thotë se ata nuk do të lejohen të hyjnë në port, ndërsa e njëjta gjë vlen edhe për hyrjen e Burbulithra në portin tregtar, ku janë ankoruar pesa anije. Pak para orës 9 të mëngjesit, fermerët nga blokada e Mikrothebes përritën në Volos, ndërsa fermerët nga blokada e Nikajas u mblodhën në orën 8:30 në kryqëzimin e Plati Campos, ku u takuan me fermerët nga blokadat E65 në Kardica dhe Trikalla, në mënyrë që të mund të shkonin drejt Volosit. Prokurori i gjykatës së lartë Konstantinos Zavellas urdhëroi prokurorët që të ndërhyjnë në protestat bujqësore. Urdhri ka të bëjë me ngritjen e akuzave për veprat penale si prishja e sigurisë së transportit, ushtimi i aeroporteve dhe porteve.